Të nderuar miq të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin tonë të përditshëm komenti i shkemi shenjtë. Jemi në datën 20 gusht dhe Kisha Jonë Ortodokse në këtë datë na ka nxitur të lexojmë nga letra e dytë e Apostullit Pavlit drejtuar Korinta, kapitulli 7, vargu 1 deri në vargun 10. Dhe ta lexojmë dhe ta komentojmë sipas seteve. Duke pasur këto premtime o të dashur, le ta pastrojmë veten nga çdo ndotje e mishit dhe e frymës, që ta përfundojmë shëtrimin tonë në druajtje e Perëndisë. Na pranoni se nuk kemi bërë padrejtësi askujt, nuk kemi korruptuar askënd, nuk ja hodhëm askujt. Këtë nuk e them për dënim, sepse që më parë ju tharë se jeni në zemrat tona për vdekur bashkë dhe për të jetuar bashkë. Jam shumë i hapur me ju dhe kam mese të mburën për ju. Jam plot me ngushëllim dhe jam jashtë masë i gëzuar gjithë shtrëngimin tonë, sepse kur erdhëm në Maqedoni mishi ynë nuk pati fare preje, por shtrënguam në gjitha mënyrat jashtë betejë për brenda frikë. Por Perëndia që ngushëllon të pikulluarit na ngushëlloi me ardhin e Titit. Dhe vetëm me ardhin e tij, por dhe me ngushëllimin që ai pati për jush, ai na tregoi dëshirën tuaj të madhe, lotët tuaj, zellin tuaj për mua, kaq sa u gëzova më tepër. Sepse ndonse edhe ju kam teshtuar me letrën time, nuk më vjen keq, ndonse më pati ardhur keq, sepse shoh se ajo letër, edhe pse përpara kohë ju treshtoi. Tani po gëzohem, jo sepse u treshtuat, por sepse u treshtuat për pendim, sepse u treshtuat sipas Perëndisë, që mos ju bëhet juve ndonjë dëm nga ne. Treshtimi sipas Perëndisë në fakt si pendim, për shpëtim për cilin njeriu nuk i vjen keq, por treshtimi i botës shkakton vdekje. Le të fillojmë të lexojmë varg më varg dhe ta komentojmë sipas seteve, duke pasur këto premtime o dashur, le ta pastrojmë veten nga ndotjet e mishit dhe të frymës, dhe ta përfundojmë shëtrimin tonë me druajtjen e Perëndisë. Pra, etët e Kishës e shohin këtë si thirrje për jetën e shenjtë të orientuar drejt Perëndisë. Premtimet që përmenden në kapitullin paraarsës, se Perëndia banon në popullin e tij dhe se ai është aty, nuk janë arsye për të jetuar i të shkujdesur, përkundrazi, janë arsye për të pastruar, shenjtëruar veten. Ky është dhe qëllimi i jetës së krishterë. Mishi dhe fryma nuk do të thotë se trupi është i keq dhe shpirti është i mirë, pra shpirti jeton në një burg, përkundrazi, por ndotja përfshin njeriu e tërë, mendime, dëshirë, fjalë, veprime, mënyra se si sillet ai me të tjerët. Të përfundojmë shenjtërimin tregon se shenjtërimi është një proces, fillon me ditën e pagëzimit, që është ndriçim, dhe pastaj me shenjtërim, largimin nga mëkati, pasionet dhe me hynizim. Ne nuk themi jemi të shpëtuar, por gjendemi në shpëtim. Ky është një ndryshim që ka një krishter ortodoks nga dikush që është heterodoks, që mburet se unë besoj në Krishtin dhe jam shpëtuar, aleluja. Kjo nuk është korrekte për ne ortodoks. Perëndia më ka thirrur në shpëtim, prandaj duhet të bëj dhe unë pjesën time që dhe unë të shpëtoj. Nuk mjafton vetëm të besuarit intelektualisht. Ne duhet të pyesim veten, çfarë duhet të bëj që të pastroj në jetën time? Çfarë zakoni, mendimi, marrëdhënie apo dëshire po më largon nga Perëndia dhe nga marrëdhënia korrekte me të afërm? Jemi në vargun e dytë. Na pranoni se nuk i kemi bërë padrejtësi askujt, nuk kemi korruptuar askënd, nuk ja hodhëm askujt. Apostulli Pavli kërkon që korintasit të hapin përsëri zemrën e tyre ndaj tij, sepse midis tyre ishte futur një ftohtësi, një kontradikt për shkak të mësuesve të rinj që korintasit kishin rënë në këtë mashtrim, por tashmë kemi një restaurim të kësaj lidhje të apostullit Pavlit me korintasit. Apostulli nuk punon për kontroll mbi ta, edhe pse i takon, por ai kërkon marrëdhënie besimi dhe pajtimi. Etët e shohin këtë të rëndësishme për një ndërgjegje të pastër. Shërbëtori i Perëndisë nuk duhet përdor njerëzit për interesat e veta. Janë tre shprehje të forta, nuk kemi bërë padrejtësi, nuk kemi korruptuar askënd, nuk kemi shfrytzuar askënd. Besimi në Krishtin nuk ndahet nga mënyra se si sillim me të tjerët, siç thonë dhe etrit e Kishës, rruga e parajsës kalon nga porta e të afërmit. Një njeri mund të flasë shumë për Perëndimin, por nëse mashtron, manipulon ose shfrytëzon të tjerët, dëshmia e tij dëmtohet dhe ai nuk e ka të sigurt shpëtimin e tij. Jemi në vargun e tretë ku na thuhet: këtë nuk e them për dënim, sepse që më parë ju thash se jeni në zemrat tona për të vdekur bashkë dhe për të jetuar bashkë. Kjo është një pamje shumë e bukur e dashurisë atërore, baritore të apostullit Pavlit. Pavli nuk ishte korintat si anatar njerëzor, thjesht si shifra, por ai ka ata në zemrën e tij. Etët e Kishës theksojnë shpesh se dashuria e krishterë nuk është vetëm fjalë. Ajo është gatishmëri për të vuajtur me tjetrin, për të qëndruar me të edhe kur marrëdhëniet kalojnë vështirësi. Dashuria vërtet nuk zhduket,
sapo dikush na shgënjen. Ndonjëherë duhet të korrigjojmë dikë pikërisht sepse e duam. Jemi në vargun e 4. Janë shumë i hapur me ju dhe kam meset të mburem për ju. Jam plot me ngushëllim dhe jam jashtë masë i gëzuar në gjithë shtrëngimin tonë. Pavli ka kaluar shumë vuajtje për hir të apostollimit, por tani po përjeton ngushëllim dhe gëzim për shkak të ndryshimit të Korintasve. Këtu shohim një paradoks të krishterë, ku mund të jetë i në shtrëngim dhe përsëri të jetë në gëzim. Kjo i ndodh të krishterit sepse ai si krishter nuk është i njeri i zakonshëm. Jo se ka një përbërje kimike të veçantë, por ai brenda vetes ka shpirtin e shenjtë, shpirtin e ngushëllimit. Kështu që edhe në shtrëngimet të jashtme, fizike ose në marrëdhënie shoqërore konfliktuale, pa dëshirën ose gabimet e të krishterit, atëherë ai ndjen vetes brenda gëzim. Ky është gëzimi i Zotit. Siç thotë apostulli Pavli në një vend tjetër, gëzohuni në Zotin. Pra në çdo rrethan gëzohuni edhe në ato të vështira. Etrit nuk e barazojnë gëzimin me mungesën e problemeve. Gëzimi vjen nga prania e Perëndisë tan dhe nga shpresa se puna e tij po kryhet ndër njerëz. Mos mendojmë se kemi vështirësi dhe kjo do të thotë se Perëndia na ka braktisur. Apostulli ishte në shtrëngim dhe megjithatë Perëndia po vepronte. Madje ai nga përvojat i shkruan që sipas lutjes që kishte bërë Zotit për të hequr një tundim, Zoti kishte thënë të mjaftoni hiri im, sepse në dobësitë tua tregohet fuqia ime. Prandaj edhe apostulli nga ky përjetim, nga kjo përvojë thoshte, nuk do mburem përgjithësisht vetëm për dobësitë e mia, se kur jam i dobët, aty jam i fortë. Jemi në vargun e 5, sepse kur erdhëm në Maqedoni mishi ynë nuk pati fare preje, po shtrënguam në të gjitha mënyrat jashtë betejë për brenda frikë. Ky është një nga vargjet njerëzore të apostullit Pavlit, kur ai erdhi në Korint, në Maqedoni, nuk pretendon se ai nuk ishte frikë. Patjetër që apostulli Pavli dhe bashkëpunëtorët e tij ishin njerëz, nuk ishin si them alien, por ishin njerëz me dobësitë e tyre, por edhe me emocionet e tyre. Etrit e kishës nuk e kuptojnë besimin si mungesë absolute të çdo emocioni, siç është edhe frika. Një njeri i shenjtë mund të ketë frikë, lodhje dhe ankth, por ai nuk e humbet besimin. Të kesh frikë nuk do thotë domosdoshmërisht se e ke humbur besimin. Pyetja është ku shkon me frikën tënde? Pra, shkon tek frika dhe frika pastaj të kontrollon, apo shkon tek Perëndia dhe besimi tek Perëndia dhe ngushëllimi i Perëndisë ta largon frikën. Jemi në vargun e 6. Por Perëndia që ngushëllon të pikulluarit na ngushëlloi me ardhin e Titit. Ky është çelësi i gjithë pjesës. Perëndia paraqitet si ngushëlluesi të pikulluarve, sepse edhe shpirti i Perëndisë quhet ngushëllimtar. Dhe ky shpirt i Perëndisë, ky ngushëllimtar qëndron në shpirtat e besimtarëve. Kështu që ky jep ngushëllimin, por ngushëllimin edhe me një veprim konkret. Vini re mënyrën se si e bëri ngushëllimin Perëndia me ardhin e Titit. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse Perëndia mund na ngushëllojë drejt për drejt me hirin e tij në një lutje, por shpesh përdor dhe një person tjetër. Mos ta përçmojmë rolin e njerëzve të Perëndisë që na i afron në jetën tonë. Ndonjëherë përgjigjja e Perëndisë ndaj lutjes son vjen në formën fizike, domethënë me prezencën e një vllai, motre, të një miku, të një ati shpirtëror, ose një fjalë e thjeshtë në momentin e duhur. Prandaj asnjëherë mos mendojmë se nuk kemi nevojë për tjerë, sado të fortë ndjehemi, sado të pushtetshëm, kemi nevojë për të tjerë. Kur apostulli Pavli ndjen ngushëllim për Titin, sa më tepër të tjerët që vazhdojnë veprën apostolike kanë nevojë për të tjerët t'i kenë pranë dhe t'i ngushëllojnë. Vazhdojmë dhe lexojmë në vargun e 7. Dhe jo vetëm me ardhin e tij, por dhe me ngushëllimin që ai pati prej jush, ai na tregoi dëshirën tuaj të madhe, lotët tuaja, zëdhin tuaj për mua, kaq sa u gëzova më tepër. Titi si e Pavlit lajmet se Korintasit janë penduar dhe ata kërkojnë të krijojnë përsëri një marrëdhënie korrekte me apostull Pavlin. 3 gjëra bien në sy. Dëshira, ata duan të ndreqin marrëdhënien, lotët. Pendimi nuk është vetëm intelektual, por shpreh edhe në mënyrë emocionale. Zedhi, pendimi prodhon veprim. Etri do shohin se pendimi i vërtet nuk është vetëm më vjen keq, por është dua të ndryshoj. Nëse themi thjesht më vjen keq, por vazhdojmë me të njëjtën sjellje pa luftuar për ndryshimin, duhet pyesim veten nëse kemi kuptuar vërtet
pendimin se çfarë është, apo thjesht vazhdojmë të justifikohemi me disa fjalë të thëna, por pandyshim. Jemi në vargun 8. Sepse ndonse do ju kam trishtuar me letrën time, nuk më vjen keq. Ndonse më pati ardhur keq, sepse shohse ai letër edhe se për pak kohë ju trishtoi. Pavli kishte shkruar një letër të fortë përpara për t'i qortuar Korintasit. Flasim në letrën e parë drejtuar Korintasve. Por ai na mëson diçka të rëndësishme. Jo çdo fjalë që ai kishte shkruar ishte për të shkaktuar dhimbje. Pra, jo çdo fjalë që në shkakton dhimbje është fjalë e keqe. Ka një dallim midis dikujt që na lëndon nga zemërimi dhe dikujt që na lëndon sepse kërkon ta korrigjoj dhe bën nga dashuria. Pavli nuk gëzohet që i ka lënduar, madje thotë se i erdhi keq, por tani sheh se dhimbja kishte sjellë fryt të mirë. Korintasit kishin ardhur në vete, kishin përjashtuar, larguar për tyre mësuesit e rrem dhe vlerësonin apostoll Pavlin. Duhet mësojmë të pranojmë dhe korrigjim, jo çdo kritik është një sulm. Jemi në vargun 9. Tani po gëzohem jo sepse u trishtuat, por sepse u trishtuat për pendim, sepse u trishtuat sipas Perëndis, që mos ju bëhet juve ndonjë dëm nga ne. Apostoll Pavli këtu bën një dallim vendimtar. Qëllimi nuk është trishtimi, qëllimi është pendimi i Korintasve. Ai nuk thotë jam i lumtur që vuajtet, por në them jam i lumtur që dhimbja juaj ju çoi tek Perëndia. Trishtimi sipas Perëndis është dhimbja e ndërgjegjes që na shtyr të kthehemi. Kur ndërgjegja na tregon se kemi gabuar në marrëdhënie me Zotin, në marrëdhënie me veten, me njëri tjetrin, po dhe me natyrën, nuk duhet ta mbysim ndërgjegjen me argëtim, shpërqendrim, justifikime. Por duhet të qëndrojmë përpara ndërgjegjes sonë, që është zëri i Zotit, dhe themi: po o Zot, kam gabuar, Zot më fal dhe më ndryshon. Po ashtu, dhe të afërmit kam gabuar dhe më ndihmo që të vendosim marrëdhënie korrekte mes njëri tjetrit dhe të ndryshoj. Jemi në vargun e 10, vargu i fundit për sot. Trishtimi sipas Perëndis në fakt sjell pendim, për shpëtim, për cilën njeriu nuk i vjen keq, por trishtimi i botës shkakton vdekje. Pra, në këto vargje apostull Pavli vendos atë kulmin e theksit, sepse ai kërkon të dallojë dy trishtime. Trishtimi sipas Perëndis ka bërë gabim, pastaj do të kthehem tek Perëndia. Dhe rezultati i këtij trishtimi dhe kthimi është pendimi, ndryshimi dhe jeta. Kurse trishtimi sipas botës, që ndodh rëndom, jam i tmerrshëm, nuk kam më shpresë për mua, si mund ta fsheh atë që bëra, dhe nuk të çon tek Perëndia, por të çon në dëshpërim, në turp dhe në argim. Ky është një dallim shumë i rëndësishëm në jetën shpirtërore. Pendimi thotë, kam mëkatuar dhe të kthehem tek Perëndia. Dëshpërimi thotë, kam mëkatuar, prandaj nuk kam më rrugë kthimi. Ungjilli na mëson të parë, pra që neve duhet të kthehemi. Kështu që mesazhi i gjithë pjesës për sot është se premtimi i Perëndis, pastërtia, korrigjimi, trishtimi, pendimi, ngushëllimi dhe gëzimi janë të gjitha së bashku të përmbledhura në këto rrjeshta, dhe apostulli na mëson se pendimi nuk është armiku i gëzimit, pendimi është rruga drejt gëzimit të vërtet. Kjo është arsyeja që etri thon hidërim gëzimi, siç e kemi edhe në periudhën e kreshmës, pra hidërojmë për mëkatet, por dhe gëzohemi për pendimin sepse dhe rrëfimi që na pajton me Perëndimin. Kjo është shumë e rëndësishme sot, ku kultura moderne shpesh na mëson mos u ndje fajtor, justifiko veten, pra haroj atë çfarë ke bër, domethënë bëj një autosuggestion vetes. Por Bibla mëson diçka krejt ndryshe. Mos e moho mëkatin, por as mos qëndro i burgosur në të. Pranoje, pendohu dhe ktheu tek Perëndia. Kemi raste të shumta në praktik për ta, për ta provuar këtë gjë. Për shembull, duhet provojmë këtë rrugë. Pranoje, po kjo është gjë e gabuar. Mos justifiko, mos ju ngarko njerëzve të tjerë fajin tënd. Pendohu përpara Perëndis, nëse ke dëmtuar dikë, kërko falje, ndrysho drejtimin konkretisht, mos qëndro në dëshpërim, prano faljen e Perëndis, ec përpara në shenjtërim. Kjo është pikërisht ajo që apostull Pavli kërkonte te Korintasit. Dhimbja e tyre nuk mbeti thjesht dhimbje, siç edhe e dëgjuam dhe lexuam nga fjalët e apostull Pavlit, por ajo bë pendim dhe pendimi u bë jetë. Etrit e kishës ka një mendim të përbashkët ku na thon: pendimi i krishterë nuk është të urresh veten, është të urresh mëkatin, aq sa të duash të kthehesh tek Perëndia. Dhe ndryshimi i madh është, faji qëndron duke parë veten, pendimi ngres syt dhe sheh Perëndin. Mendoj që edhe këtu me këto fjalë ta mbyllim edhe takimin për sot, por takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.